Çfarë po ndodh me Iranin për momentin? Ka pasur shumë lajme, për mbështetjen e Hormuzit, është mbyllur, nuk është mbyllur, po mbyllet, do mbyllet, shumë para harxohet aty, 1 miliard, 800 milion ditën e tjera e tjera. Çfarë ka ndodhur? Dinish? Atëherë, spjego. Atëherë ta fillojmë me atë që u that vrasjen e rreth 160 nxënësve të fillores në shkollën Minab. Shkolla Minab faktikisht ka ndodhur në ditën e parë të sulmeve. Ka hapur një debat shumë të madh, si dhe pse u godit ajo shkollë, ndërkohë që autoritetet e Shtetit Bashkuar të Amerikës kishin dyshime që pikërisht nga ajo shkollë si thuaç niseshin raketat balistike të Iranit, megjithatë është hapi debat shumë i madh edhe në Kongres. Askush s'po e merr përgjegjësinë, ka edhe një hetim. Edhe në Kombet e Bashkuara shkruar një hetim për këtë. Sigurisht që është i krim. Me çdi unë, aq sa dhëna kemi, sepse jemi në luftë dhe propaganda bën punën e vet. Janë trupat izraelite, ushtria izraelite që ka goditur dhe jo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, megjithëse kë mbetet për tu parë. Ajo që po ndodh këto 2 ditë të fundit, zoti Rakipi, është problemi i madh i Hormuzit. Domethënë raketat dhe Hormuzi është e vetmja armë që i ka mbetur Iranit. Ndërkohë që në Hormuz kalojnë mbi rreth 24% të gjithë naftës së Gadishullit, është një shifër shumë e madhe, por ajo që për te Hormuzit problemi është një ishull që ndodh një 10 milje larg Hormuzit. Po, ky ishull është shumë i diskutuar dhe shumë interesant. Quhet ishulli Karaj. Donald Trump i tha duhet ta marrim atë ishull. Sepse është ishulli Karaj. Nëse ai ka 2 gjëra, domethënë. E para, e gjithë nafta, pjesa më e madhe e naftës iraniane tregtohet pikërisht nga ky ishull. Aty ai quhet ishulli i vdekur, sepse nuk banojnë njerëz, nuk ka qytetarë civil që banojnë, ka vetëm fortifikime ushtarake dhe bazat mëdha të naftës. Deri tani aty depozitohen nëpërmjet furnizimeve të tubacioneve nën ujë rreth 2 milion fuqi në ditë. Dhe projekti i Iranit ishte që kjo pikë, sepse edhe gjeografikisht është shumë pozitive, funksionon domethënë sepse është det shumë i thellë dhe cisternat shkojnë më njëherë, aty nuk kanë nevojë. Janë karakteristika gjeografike, po themi. Ka patur, ose më mirë po themi, po diskutohet pushtimi i Karajit, i këtij ishullit. Ky ishulli ka 2, nëse pushtohet, domethënë ka 2. Çfarë sipërfaqe ka ky? Ç'është, është i vogël, nuk është i madh. Si sezoni ynë? Po, diçka e tillë. Po kryesorja i ka 2 pika të forta të rëndësishme, strategjike, po themi, për luftën dhe për ditët e mëvonshme. Para, në qoftë se menaxhon këtë ishull në një farë mënyrë ti ke garantuar sigurinë energjetike që kalon aty komplet. Është komplet rruga e naftës, jo vetëm e Iranit, por e gjithë Gadishullit, gjithë zonës Gadishullit. Dhe e dyta, ti ndërpret mundësinë e Iranit për të eksportuar naftë, që jep një goditje shumë të madhe ekonomisë iraniane, sepse këtu bëhet shkarkimi i naftës, këtu bëhet furnizimi i naftës. Kështu që gjithë po flitet gjithnjë më tepër edhe nga qarqet ushtarake amerikane, mënyrën se si ta pushtojnë, nëse do të arrijnë ta pushtojnë. Megjithatë është shumë e vështirë të pushtohet, sepse ishulli vetë është i fortifikat ushtarake. Është shumë pranë brigjeve të Iranit dhe është sipërmarrje shumë e vështirë. Kjo ka rëndësi strategjike vetëm apo ka çfarë rëndësie ka ishulli? Këto 2 gjëra që thash. E para pengon eksportin e naftës të Iranit dhe jep një goditje shumë të madhe ekonomisë iraniane. Dhe dyta, nëpërmjet pushtimit të ishullit, ti garanton rrugët tregtare. Kanë filluar operacion këta për ta marrë? Hormuzi, jo, nuk ka filluar asnjë operacion, sepse është shumë i vështirë të merret. Nuk mund ta marrësh, sepse mund ta pushtosh atë ishullin, po problemi është e mban apo se mban dot. Dhe raketat balistike të Iranit, dronët që akoma vazhdon të jenë lojë. Pra këta kërkojnë forcat sulmuese të Shtetit Bashkuar dhe Izraeli ishullin tuati? Jo, vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Izraeli jo. Dhe Irani synon Hormuzin, blokimin e Hormuzit. E ka Hormuzin. E ka. Irani e ka Hormuzin. Nëse kujtohet, kërcënimet e presidentit Trump ishin këto, domethënë, javën e 2 të sulmeve, fillim të javës 2 të sulmeve. Hormuzi, mos prekni Hormuzin. Domethënë, nuk donte të krijonte një krizë energjetike botërore. Ndërkohë që ka 2 ditë që trupat iraniane kanë filluar ta minojnë Hormuzin. Të vendosin mina detare brenda. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës azizuar amerikanët 10 varka të cilat mbanin eksplozive të kësaj natyre. Po, ka goditur 10 nga këto skafat që merreshin me minimin. Çështja është kjo, a e mban apo se mban dot Hormuzin? A e mban apo se mban dot ishullin e Karajit? Ky është problemi i madh. Ndërkohë që duhet të thonë që ushtria amerikane ka dështuar të paktën nga ato që
njoftoi presidenti Trump që javën e kaluar, në fillim të javës së kaluar, që ne do t'i shoqërojmë, do të garantojmë sigurinë e të gjithë cisternave dhe të gjithë anijeve të transportit që kalonin Hormuz. Deri tani nuk është liruar Hormuzi. Hormuzi vazhdon të jetë në durat e iranianëve dhe sot janë goditur 2 anije të cilat kanë tentuar transportin, të cilat kanë tentuar të kalojnë Hormuzin. Garda Republikane, e cila me sa duket ajo është violina parë, ka kërcënuar që ne nuk e kemi mbyllur totalisht Hormuzin, por asnjë anije nuk do të kalojë pa marrë miratimin e flotës iraniane. Po mbyllje quhet kjo? Ndërkohë që flasim për këtë çështje, kush do negociojë, si do zgjidhet, ka 2 sinjale shumë të egra. Ne biseduam pak edhe para një jave, ditë në hënë, mbi personalitetin dhe portretin e Mujteba Khameneit, liderit ri të zgjedhur, dhe besoj që jam dakord gjithë që ishte pjesë e linjës ashpër, pjesë e linjës konservatore, dhe ai bëri fjalimin e parë. Jo, do ta e kam pyetje unë këtë. Okej. Pasi të futë zoti Bumçi. Ju keni dalë për këto ditë në media për luftën e Iranit? Jo. Jo. Shiko, ju jeni një eksperti politikës jashtme, sigurisht një ministri i jashtëm dhe gjitha. Unë më jam një gazetar, por nuk e kuptoj pse bëhet kjo luftë. Ti si e ke kuptuar? Po, arsyet, qëllimet janë shpallur. Jo, se dhe shpesh, zoti Bumçi, qëllimet që shpallen janë një gjë tjetër, diktaturën të rezojmë të nëta, po t'i vesh tjeri të vrasën shpisë. Ajo është e fundit. 5/4 e botës janë diktaturë, për të mos më shumë. Po, nafta këto. 2 qëllimet që janë deklaruar dhe janë legjitime, është një Iran pa armë bërthamore, dhe një Iran që nuk krijon trazira dhe destabilizim në vendet e rajonit. Irani është një vend që ka destabilizuar, ka 5 vende të rajonit. Edhe Iraku të kështu jura për armë bërthamore, po atje nuk u gjente as... Se këtu është e vërtetuar. Nuk u gjente as pushkë druri. Këtu është e vërtetuar. Tu janë 400-500 kg uranium që janë gati për përdorim bërthamor. Është e vërtetuar dhe nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë bërthamore. Pra, Irani ka mbajtur gjithë rajonin të trazuar nëpërmjet Hezbollahut, që ka destabilizuar Libanin, Hamasin, Sirin mbështeti Asadin, ku u vran 300.000 persona, dhe Irani ka qenë nga mbështetësit kryesor të Asadit, të regjimit Asadit. Ka grupe paramilitare dhe një popullsi shiite në Irak, që e mban dhe Irakun të destabilizuar, dhe Huthit në Yemen. Dhe kjo ka qenë strategji për mbijetesën e regjimit.